ka disa ditë në fakt, që është shfaqur më shumë se një herë në ditë, në një mbrojtje të jashtëzakonshme që po i bën rastit Belinda Balluku. Në shumë analiza që kemi bërë në këtë studio dhe një pjesë e publikut mendojnë që në fakt mbrojtja nuk bëhet për Ballukun, por bëhet për veten, sepse ndoshta kësaj radhe drejtësia ka shkelur eksakt atë vijë të kuqe që ai aq shumë më kërkoi që me kërkesën mos më prekni telefonin. Mos guxonit me merrni telefonin. E ndjekim pak çfarë ka deklaruar. Aty është vetëm moment sinqeriteti zoti Trump, më mendoj. Po, mund të jetë dhe ky një moment sinqeriteti. E ndjekim pak gjashtën. Kur ja kanë marrë telefonin. Po mirë, pse nuk e heq ky ministrën dhe ja ku zgjidh edhe ky problem? Jo, sepse heqja e ministrit të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po të krijonte një problem themelor jo për mua, po për çdo qeveri. Miu i çbalancimit pushteteve do të kthehej në ujk që do kafshonte qeveritë. Ndaj edhe pezullimi i ministrit është absurd si koncept, sepse është bllokim i krejt zinxhirit vendimarrjes për sektorët që ministri mbulon. Po me 35 vendimet e tjera të qeverisë, si do ja bëjmë? Po, se do të kalojnë për të balluar një kërkesë morale që është dorëheqja e zonjës Balluku, kryejve përballë një zgjidhje ose një apologji administrative. Kjo po se do dalë dhe aty, se dua të shkoj pak nga ajo që tha Genci. Pra, po përpiqem të shtyj dhe më tepër. Genci tha duhet të ketë një veprim afirmativ të prerë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Endira, për t'i lexuar të dyja, mbritja deri tek Balluku. Dhe duket se kësaj radhe kryeministri po i bie murit me kokë se me gjas drejtësia pothuajse ka të pamundur të vendos ndryshe, po ti mund të ma shpjegosh edhe më mirë nga pikpamja juridike, këtë dalje të shqetësuar të Edi Ramës, kur ai nga ana tjetër thotë se është gati po bllokohet qeveria me mungesën e zonjës Balluku. E shenjë një përpjekje të tij, sepse me gjas kjo mund të jetë rruga që të mbrihet edhe tek Edi Rama, nesër të pezullohet edhe ai si kryeministër. Tani, unë mendoj që Spaku dhe GKK-ja në momentin kur kanë kërkuar masën e pezullimit dhe kanë vendosur atë, i kanë lënë një kohë, një hapësirë kohore Edi Ramës për ta hequr. Pra në këndvështrimin tim, masa e kërkuar ndaj Ballukut ka qenë e butë. Po të shohim për shifrën që bëhet fjalë, për abuzimet që për rastet që po i hetohen për ditë më shumë Ballukut, masa e pezullimit nga detyra ka qenë një masë e butë në kuptimin e masave të sigurimit. I la kohën për të një farë kohë për të reflektuar, për të thënë që hiqe, nuk deshta hiqte dhe tani bëri këtë veprim. Pse bëri këtë? Mund t'i bënte kërkesë dhe kuvendit për autorizim, por me sa duket edhe vetë organi prokurorisë ka qenë i qartë që ai autorizim nuk do jepe. Fakti që këto fjalit me po na prishet marrëveshja e linjës ajrore me Kanadan, këto aktet e tjere. Mund të delegojmë firmat, na shpjegoj me zonja juriste pak. Këto janë qesharake, domethënë. Kjo është për t'i thënë publikut që shiko se çfarë po na bën ne Spaku, po na lën pa qeverisur, po na lë pa. Po kjo do ishte më pas problem po prap i qeverisë që e ka ndërtuar strukturën